Kjo është Merlinda Karçanaj, drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në zyrën e biznesmenit Ergjys Agasi, bashkë me të cilin dhe persona të tjerë, zyrtarë e biznesmen, akuzohen si pjesë e një grupi kriminal që dyshohet se rrëmbenin biznesmen dhe përmes dhunës i detyronin ata të hiqnin dorë nga tendrat e akshit. Kjo është vetëm një nga pamjet ku zyrtarja dhe biznesmenët Ergjys Agasi e Ermal Beshiri, të dy tashmë në kërkim, janë regjistruar duke bërë pazare dhe skema për të marrë me pa të drejtë kontratat e agjencisë shtetërore. Sipas dosjes hetimore, Agasi kishte vendosur një kamerë të fshehtë në zyrën e tij të punës, me të cilën filmonte çdo takim që zhvillonte. Pamjet filmike u ruajtën në një hard disk që u gjet dhe u sekuestruar nga SPAK. Regjistrimet audio dhe video rezultuan vendimtare për hetimin, duke fundosur vetë Agasin dhe duke hedhur dritë me një grup kriminal që dyshohet se zhvaste tendera publik. Në dosje janë dokumentuar edhe pamje sigurie ku shihet rrëmbimi i biznesmenit Geron Meçe nga dy persona që ishin prezantuar si punonjës të byros kombëtare të hetimit. Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka publikuar në rrjetet e tij sociale pamjet e një vinoteke, për të cilën ai pretendon se është në pronësitë e Ergjys Agasit, e zhdukur tashmë nga duart e SPAK-ut dhe BKH-s me vlerë 3 milion euro. SPAK deri më tani ka vendosur 8 persona në akuzë dhe masa sigurie, duke i akuzuar si grup kriminal, përfshirë drejtoreshën dhe zëvendës drejtoreshën e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, teksa Ergjys Agasi dhe Ermal Beshiri janë shpallur në kërkim, të dyshuar si të përfshirë në dhunë dhe pengmarrje.